Sot së bashku me familjen realizuam të drejtën e votës, ditë zgjedhore e ftohtë për unë e quaj ditë me bereqet. Uroj që kjo ditë të kalojë në një atmosferë korekte, demokratike, gjithçka të ecë ashtu si duhet dhe në fund të fitojnë ato që duhet gostivarasit. Mbi gjithat presë të kalojë gjithçka në rregull, në fund qytetarët do të japin verdiktin e tij, simbas të gjithë analizave tona besojmë që në mbrëmje do të festojmë të gjithë së bashku.